Mirëdita të gjithëve. Ja pse nuk duhet të hani më mish. Do t'ju them disa fakte të pakundërshtueshme që ju duhet të ktheheni në vegan. Ju dua të mirën dhe dua që t'ju informoj. Disa njerëz flenin një gjumë letargjik dhe as që nuk e din, disa që çdo të thot vegan. Ju duhet të ktheheni në vegan, për ata që nuk e din, veganët janë ata që nuk kanë mish. Ju duhet të ktheheni në vegan për këto arsye që do t'ju them tani, e përsëris edhe një herë. Unë jam këtu vetë për të ndezur shkëndijën. Pastaj do t'jeni ju, bëni ç'të doni, merrini si të doni, por unë jam i bindur që shumë prej jush do ta mendojnë ashtu siç mendoj unë. Ndërkohë që shumë prej jush mendojnë se han mish të freskët, sepse ka nga ata që e blejnë në përdyqane, dua t'ju informoj që disa shoqëri marrin mishin e kalbur nga gjitha anët e botës ku të doni, e marrin, është mish i prishur, sepse ka 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, apo ndoshta edhe më shumë, e marrin, e lajnë, e përpunojnë, i heqin etiketat dhe e rishesin edhe një herë. Dhe juve ju duket sikur është mish i mirë, por prisin sepse nuk marron këtu, sepse në Itali për shembull ka kontroll dhe e kanë gjetur disa shoqëri që bëjnë këtë punë. Por në vendet e tjera, për shembull, që nuk bëhen kontrolle, a e dini se çfarë ndodh? A e dini që pjesa dërmuese e njerëzve sot ka probleme të pariparueshme, pra probleme kancerisht futur në çdo familje? E dini pse? Pikërisht nga ushqimi. Që nga kohërat e lashta thuaj që më thuaj se çfarë ha të them se kush je. Dhe un po ju informoj sepse ushqimi është thelbësor. Pra ne edhe pse dikush nga ju do thotë, por çfarë do hamne? Hani çfarë të doni. Mos hani mirë se mishi krijon probleme. Dhe do t'ju them se përse. Pra mishi i qelbur, mishi që ka kohë. Dhe ju nuk mund ta dini ju se nga vjen ai mish. Pra duhet të informoheni. Por pse thash që duhet që me kalimin e kohës të ktheheni në vegan? Tani po ju them. Fakti 1 është ai që ju thash më përpara, sepse ju thash që do të jenë fakte të pakundërshtueshme. Fakti 1 është ai më përpara, që tani kanë filluar, është dhënë urdhër që tani në çdo vend, sepse ku do hanë njerëzit, dhe për ta recikluar çdo gjë, sepse nëse keni vënë re, i keni parë indianët se çfarë bëjnë? Reciklojnë çdo gjë. Jo vetëm ato që ne përdorim, nga ilaçet, edhe ilaçet, po, nga veshjet e tjerë, por edhe ushqimet. Dhe ushqimet ne i ham. Dhe atë që ti ha mbetet në trupin tënd dhe me kalimin e kohës të krijon probleme të rënda. Në fakt, pikësynimi i këtyre që është të heqin një pjesë të madhe, sepse një pjesë e madhe njerëzve bëjnë pis. Ta themi të vërtetën, nuk punojnë, bëjnë pis, janë parazita, për më tepër nuk ka për të ngrënë, sepse edhe pse ju duket sikur ka për të ngrënë, me gjithë të teknologji, thot në njeri që ka për të ngrënë e tjerë, një pjesë e madhe e botës vdesin për të ngrënë, dhe ku do t'i ushqejnë ta? Si do t'i ushqejnë? Pra, ky është fakti 1. Fakti tjetër, nëse mbani mend, para disa viteve, filloi mishi sintetik. Mishi sintetik, që është një nga mishat që ka investuar edhe Mr. Bill Gates, nga, si mund të them unë, nga më pasanikët e mëdhenj të botës, por kanë filluar edhe të tjerët. Kanë filluar jo vetëm në Evropë, por në të gjithë botën, që të marrin këto qelizat vegetale, sepse për ata që nuk e din, mishi sintetik bëhet me qelizat të shtazave, qeliza shtazore, dhe këto qeliza shtazore i përpunojnë derisa e bëjnë sikur të jetë mish, sepse thonë që ka shijen e mishit. Dhe ky është fakti tjetër që, sipas disa studiuesve, biles mbani mend një italian që kemi folur para pak kohësh, një biolog që e ka vërtetuar në mënyrë shkencore që qeliza shtazore krijojnë probleme në shëndetin e njeriut. Mirë po, një pjesë tjetër atje jashtë, ata që duan të mbajnë kotecin nën kontroll, thonë si do t'i ushqejmë ne pulat. Dhe jemi të detyruar, thot, që të përpunojmë këto qelizat shtazore dhe ta bëjmë si mish, që njerëzit kujtojnë se është mish dhe ta hajë atë. Pra, mishin sintetik. Dhe si që thash, mishi sintetik krijon probleme, dhe ky është faktori 2. Fakti 3, ndërkohë që ne flasim në këtë periudhë, ka disa që kanë filluar dhe stamposin, pra printojnë në 3D mish 3D që i thonë këta, pra mishi 3D i bërë me proteina vegetale. Ky mishi 3D
është me proteina vegetale, më falni, me proteina vegetale ose vegetale, dhe proteinat vegetale, ashtu siç thonë studiuesi, sepse është një problem, shiko, që krijon probleme, por ka një diçka. Shumë njerëz i kanë vënë që është në disa portale, jo këtu dhe falë Zotit tu nuk e bëjnë, por thonë, po ti nuk je mjek që të na informoshte. Vdis o vlla. Vdis. Ku është problemi? Bëj ç'të duash. Me një fjalë, ty të japin të fusin gjilpërat për shembull, e kupton, dhe ti mund të vdesësh nga infarkti, siç për shembull 2-3% që po vdesin tani, të bëjnë sepse nuk u kontrollua gjilpëra, apo të japin mish sintetik apo mish vegetal, me fjalë me proteina vegetale 3D, dhe ti thua ti duhet të kesh grada, me një fjalë duhet të jesh mjek. Vdis o vlla. Pra, më falë që po e them këtë, por ka disa që janë vërtet ignorant, më falni për fjalën, por janë vërtet ignorant sepse përveç se i informon, kapet, mos humb kohë vlla ti, mos humb kohë. Shiko jetën tënde, bëj ç'të duash, shiko telenovela dhe mjerim, çfarë të duash ti, por nuk mund të humbasësh kohën që të shkosh të futesh tek faqja e dikujt dhe të thuash të njëjtat gjëra për herë. Është turp i madh mërderi që mori. Është turp i madh. Unë nuk jam nga ata që pres se sa çfarë do m'japi shteti apo pres se sa do m'japi shkencëtari apo ku ta di unë. Unë dua të kuptoj gjilpërin që më bëjnë, të mishin që ha, atë që më bëhet, sepse kjo është jeta. Një herë vjen. Nuk vjen 2 herë. Me një fjalë, nëse ndodh diçka, kujt do t'ja edhe shfajin? Pra, unë duhet jem ai ndërgjegjshmi, unë duhet të ndërgjegjësohem, të di të kuptoj se çfarë po ha, çfarë po bëj, çfarë. Pra, ky është problemi kryesor i njerëzve. Ky është problemi kryesor i njerëzve dhe është një fakt tjetër i pakundërshtueshëm, që ne po jetojmë në një botë që shumë gjëra po vrasim njëri tjetrin, mërderi që mori. Njëri tjetrin me këto pjesëllëqe. Dhe ne duhet të ndërgjegjësohemi. Duhet të ndërgjegjësohemi jo vetëm për veten tonë, por për fëmijët tanë. Kemi ndërgjegjësim, kemi një detyrë. Detyra është që ti të rrisësh fëmijët e tu dhe të mund ti mësosh për diçka. Por ti e para një, nëse nuk je më, çfarë do t'i mësosh ti ata? Dhe tjetra, nëse pse duhet të sëmuresh, për çfarë arsye? Mirë ti, por pse duhet të sëmuresh dhe fëmijët? Për çfarë arsye? Pra, për këto arsye, mendoj unë, tani më thoni ju nëse unë kam të drejtë ose jo, njeriu duhet të ndërgjegjësohet sepse po jetojmë në një botë, po kalojmë, po përshkojmë një moment që është vërtet delikat, sepse me kalimin e kohës mishi nuk do të ekzistojë, nuk do të ekzistojë më në përgjithësi, me fjalë do të ketë lop, dera, viça, çfarë doni ju, pula e ku ta di unë, por me kalimin e kohës nuk do prodhosh më mish, sepse do ndalohet që të prodhosh, me fjalë që ti tash mish nga speciet e tjera. Do ndalohet të burr. S'është se vendosa unë. Nuk është se vendosa unë. E kanë vendosur ata, duan tani kanë filluar me mishin sintetik, sepse duhet kohë, duhet pak të 20 vjet sa ta ambientosh njeriu. E kanë filluar me mishin sintetik, tani kanë filluar me mishin 3D, dhe kjo me kalimin e kohës do bëj që në një moment caktuar nuk do hahet, do ndalohet kategorikisht me ligj që ti nuk mund të vrasësh dot pula, dera apo lop. Po pra, tani, tjetra është, që është tash e pakundërshtueshme, në çdo pollëm të trojeve shqiptare nuk ka familje, e kam përsëritur këtë dhe dua ta përsëris edhe një herë, nuk ka familje që nuk ka me sëmundje të keqe. Një pjesëtar i familjes gjithmonë me sëmundje të keqe. Pse? Sepse nuk është më si dikur në kohën e monizmit, që ishte çdo gjë e kontrolluar dhe ishte çdo gjë bio. Jo, tani është ndryshe. Tani ne nuk e dim nga vin. Kështu që ky është problemi tjetër i pakundërshtueshëm. E them për ju. Dhe nuk po ndodh, siç thash edhe një herë, në trojet shqiptare, po ndodh në mbar botën. Por unë po e them për të mirën e të gjithëve, sepse këtu jemi duke diskutuar dhe këto faqet janë tonat, nuk është vetëm imja.
unë ndes shkëndirë dhe së bashku informohemi. Bile kam lexova disa komente dikujt që në Gjermani për disa supermarkete që më kishin shkruar, jo vetëm për mishin, por edhe për disa produkte tjera, si për shembull me ato insekte që kanë bërë tani. Sepse me kalimin e kohës, që njeriu kudo ai thon këta, ata që ruajnë kotesin e pulave. Dhe po thosha, tjetra është që ne në këtë periudhë, nëse keni vënë re, ne nuk i kushtojmë shumë rëndësi ushqimit se sa jetës. Jetës në përgjithësi, me fjalë, ku do punojmë, çfarë do punojmë, sepse nuk ke kohë të mendosh. Dhe ti aty për aty thua, do eki te ky supermarketi, do blej këtë. Mirë, po ti nuk e di se çfarë mund të ketë atje. Pra ka nga ju, ka të tjerë që shkojnë në fshat për shembull dhe marrin mish të freskët. Ka nga ata që e kanë edhe vetë edhe rrisin vetë mishin e freskët. Nuk po them për këta, por unë po them për ata që shkojnë në supermarkete. Dhe ata që jetojnë jashtë Shqipërisë. Në Shqipëri njerë, sa kam dëgjuar, kontrolli nuk pothuajse nuk ekziston. Dhe duke mos u bërë kontrolle, han fëmijët, han familjet. Është gjuna. Dhe po vrasim njëri tjetrin. Unë shpresoj që këtë video ta dëgjojnë edhe në Shqipëri, me fjalë ta marrin edhe në konsiderat ata që prodhojnë mish apo që kanë supermarkete, sepse është gjuna. Përse kjo? Për një grusht para, sepse në fundit sa para janë? Por vriten njerëz, vëllezërit tanë, fëmijët tanë. Pra, unë e përsëris edhe njerë, ndoshta dikush nga ju mendon, po nuk është kaq drastike. Informohuni se është vërtet drastik. Pra, me kalimin e kohës nuk do të ketë më mish. Dhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm që ne duhet të kthehemi në vegan, ashtu siç e kam bërë unë. Me kalimin e kohës u ktheva në vegan. Një në kaq kohë vetëm kur më sjell ndonjëri për shembull që i familjes që ka nga fshati, por nuk mundohem që ta mbaj veten, sepse nuk di se çfarë ha njeriu. Dhe tjetra, siç ju thash, me kalimin e kohës, kur të mos ketë më shitje mishi, ne do të jemi të detyruar me fjalë që të ham fruta, zarzavate, fruta të thata, ose dhe ushqim të thatë. Ndaj, këtu dua ta sintetizoj që nëse nuk mund ta bëj një video të gjatë shumë, që të flas me fjalë se kush është në vend të mishit se çfarë duhet hani. Por ka një listë pafund. Mjaft që hani fasule, këto fruta të thata, apo edhe lakra. Pra, nuk po them ditë për ditë, por të paktën për ta përballur, kur nuk gjeni mish të freskët, është mirë që të keni një alternativë. E them për të mirën tuaj. Ndaj doja që ta diskutoja me ju, sepse kohët e fundit, po lexoja para pak ditësh, në fakt doja ta bëjam prej kohësh këtë video, para pak ditësh lexova për mishin 3D. Ky mishi 3D që po ta shikosh atë të dridhet mishi, sepse kur e hap ka ato fijet që janë të krijuara si plastik janë, edhe ndonse dikush që ka provuar thotë që ka të njëjtën shije me mishin. Mirë po, këto proteinat vegetale, pa dyshim kanë shijen e mishit, mirë po çfarë është? Çfarë ha? Dhe ndoshta pas disa viteve, qoftë mishi 3D, por qoftë edhe ai sintetik, do fillojnë pasaj do thonë doli një virus, apo doli një problem që ne tani e zbuluam, si punë e vaksinës. Pra, unë ju informova, sepse ju dua të mirën, do dëshira një komentin tuaj, t'i shpërndani këto informacione, lini komentin tuaj, do t'i lutesha dhe më thoni çfarë mendimi keni për këtë argument. Çfarë mendimi keni, sepse është vërtet serioz, shumë serioz. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.